mrena. Sepse kjo çka ka kuptimin faktikisht, kjo ka kuptimin pa besë. Jetohet pa besë, jetohet pa iman në familje, përballë me librin e Allahut, përballë me normat e Zotit në tokë. Përballë, frontalisht me Allahun, përballë. I mjerë ai popull që këta njerëz i ka në mes. I mjerë ai popull që këta njerëz i ullë në sofër. I mjerë ai popull, jo i mjerë ai shtëpi, i mjerë ai popull që këta gjemi ka në mesin e vetë. Prandaj, ju kam lutë të dashur të mi, ju kam lutë të mos lavdroheni më njëherë, të mos baheni me ndjemëllaj, të mos krenoheni me ata, vetëm me ata se unë jam shqiptar, edhe unë jam shqiptar, na jemi shqiptar na, të mos krenoheni me ata, por të baheni dertin na, jemi rob të Allahu xhelle xhelalu të vërtetë. A jemi na në rrugën që ai në ne është i pajtuar, këtë dert të baheni. Sepse po ja heke njerëzve islamin, ata kush janë pastaj pa islamin? Unë do të kësajmë të Hasan al-Basri, vetëm për një fjali të shkurt. Hasan al-Basri, tabi ka qenë, ai ka mëri sahabët, ai ka nejtë me sahabët, ai pejgamberin tonë se ka pa. I ka pa shok të ati. Ai ka thënë, laula al-ulama, lasara an-nasu mithla al-bahaim. Me ja hek një popullit ulema, shumë shpejt shndrohen në kafsh. Ai kështu ka thënë. Ai ka qenë shumë i mençur dhe shumë i ditur, ka qenë një njeri i ibadet dhe i adhurimit, ka qenë një njeri i sejdës. Të t'jam kallëzoj një muhabet të këtij burrit. Një muhabet të këtij burrit. Ka thënë njerëz janë të ditur që kanë marrë mësime prej atyre. Kanë marrë dituri prej 1000 ulemave. Prej 1000 personave janë ul para ative ka marrë dituri. Kjo është ky njeri. Ai ke pas 1000 mësues që të kanë mësuar prej të mëdhajve të njerëve? 6 orë ke marrë prej këtive, 6 prej ative, 6 prej ative, 6 prej tu kanë bërë 1000 dietar që ti ulesh para ative i merr diturit e ative. A të kanë ndodhur? Ka thënë kam marrë dituri prej 1000 dietar. Një ditë ka thënë me një rast, isha të shku me shok në rrugë në fshatra Qirë, në Konaçe. Ati me një vend ju tha shokëve mi unë po ndalem pak, po të lan rrugën. Kështu ka thënë burrave ju ka hija e punë. Po e lan rrugën pak. Ai e lan rrugën për një punë, ata ecën, ata vazhduan. Ai del në rrugë prap pas punëve veta, edhe ai i takon disa fëmijë të lujt me një vend ku dahen rrugën. I ka pyet ata. Ka thënë, "Dë burra a kalun?" Kanë thënë ato çunat po, "Kalun dë burra." Njeni prej atyre gjemve, tha, njeni prej ative të veçlive ati në rrugë. Tha, "Ka shkun ata?" Tha, "Nalu pak." I ka thënë njeni prej ative çunave, tha, "Nalu pak." Tha, "Ti, çka han ti?" Ka thënë, "Unë ha çka të më pregadit e zoja shtëpisë." Ka thënë, "Çka vesh? Me çka vishësh?" I ka thënë, "Ati çunit unë vishna me ata që po mshe." Kështu që po mshe. Ka thënë, "Ku flem ti?" Ka thënë, "Unë kam në shtëpi një lëkur dele." Ati fle. "Kam një shtëpi një lëkur dele fle ati," ka thënë. I ka thënë ai çuni, "Çka dush ha? Çka dush vesh? Edhe ku dush flin, vesh banu njeri." Ka thënë, "Ki po këtë punë unë e di vetë, ki Hasan al-Basri." Ka thënë, "Masi për e dishi këta vetë edhe ato shokët e tu gjojnë vetë." Se na pyte pra. Për çka na pyte, ka thënë. Pasi që ti këto punë për dishe vetë, ka thënë edhe ato gjojnë vetë. E ka thënë ki, 1001 djetari kam që kam marrë mësim, jo 1000. Sepse edhe pikti kam marrë mësim. العلم ضال الحكمة ضالة المؤمن. Hikmeti është urtësia është sa ndihmon për i besimtarit. Aynama wajadaha huwa haqqu biha. Ku ta gjesh diturinë, ti je më meritori. Merr. Ku ta gjesh? Ti je më meritori, ti merr atë. Ya ayyuhalladhina amanu. Kjo do të jetë me siguri sonte ajeti i fundit që do ta shpjegojmë pa një koment të gjatë. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim. يا أيها الذين آمنوا سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Dhe thonë, o ju besimtar. Allahu ju thret me epitetin o ju besimtar. Nuk ju thotë ju njerëz. Kur thotë ju njerëz, shumë fishe hin ati. Shumë lloje të njerëzve. O ju besimtar, çka mos? Ka thonë, o ju besimtar, o ju të mit. Ashtu e ka për qëllim Kurani i Kerim. O ju, ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, o ju të mit. O ju që prej këtë njerëzve jeni dallu, keni dalë ka ana jemi. Pra me këtë emën të bukur na thirr Allahu ka thënë, mbrone veten dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhenemit. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mbrone veten tuaj dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhenemit. Prej zjarrit i cili djeg gur edhe njerëz. Po ku duhen lënda djegsa është guri dhe njeriu. Allahu në Kurani Kerim në këtë ajetin e ka sjell fjalën gur. Për në xhehenem fjalën gur. Jo në atë kuptimin që kanë spjeguar ndonjëherë ndoshta disa prej ulemave kur kanë thënë se zjarri i xhehenemit e djeg gurin. A që është i fort e djeg gurin, mo njeriu po se po. Është një qëtër sen pak për qëllim në këtë ajetin të dashur të mi. A ke hinë njëherë në zauna? Në zauna, qka ka mrenda ati? Ati ka një mangal, edhe janë do gurt në tanë nu. Që do gurt, me qka në zërë prej poshtë? Me qimirë, me dru, me rrimë, me qka të dush. Pra ato gurt, a i zjarë i poshtë, nuk e ka obligim mi gjithë. Ato janë për qëtërsen ati. Ato janë ati me ju qitë pakuj, e pastaj aq fort të nxerr prej zarmit prej poshtë, me ju dalë nxehti jashtë atyre që të djersit është i mirë. Këta gurt në xhehenem janë me i dhanë xhehenemit flak që të djeg mirë.